Duke marrë në konsiderat këto zhvillime, sokol, sinjalet, deklaratat, faktin që ti the që Amerika ndërkohë që flet për negociata shton trupat në lindjen e mesme, a mendon se ka shanse për ndonjë zhvillim pozitiv, teksa armëpushimi pritet të skadojë të mërkurën, apo luftimet do të rifillojnë shpejt? Në fakt, ky armëpushim ju donte më shumë Amerikës se sa Iranit, donte Izraelit se sa Iranit, sepse nëse e marrin vetëm thjesht nga armët, pra nga armët mbrojtëse, por edhe nga armët luftuese, me të vërtetë që kjo ka pas një bilanç shumë më të madh se sa është paramenduar, qoftë nga Tel Aviv, qoftë edhe nga Washingtoni, sepse siç dihet domethënë me një dron 2-3.000 eurosh harxhohen $10 milion për të asgjësuar atë dron, pra qoftë nga vendet aleate të Amerikës janë Katari, Omani, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, po ashtu edhe kupola çelik të hekur të Izraelit, domethënë ka harxhuar miliarda dollar për të ndaluar një bombë, e cila këto nuk janë ujë në det, pra nuk merren si normal me kova nga deti si ujti me hi atje, por janë të ligjshme dhe nuk janë natyrale, por janë të prodhuar të bëra nga dora e njerëzit të cilët duket sipas strategjisë paktën tashmë që kanë kaluar mbi 45 ditë, ne e shohim që ka qenë një strategji 2-3 ditore që do të marronte punë, do të ishte diçka afër asaj që ndodhi në Maduro në Venezuela, por këtu ndodhi e kundërta dhe një kosto aq e madh, një harxhim aq i municionit qoftë për luftë, por qoftë edhe për mbrojtje, i ka kushtuar shumë dhe me do e mos edhe Izraelit, edhe Amerikës i donte kohë, pra për këtë për të fituar kohë, dhe Irani drejt kësaj strategjie thotë që okay, unë jam gati për luftë, pra se sa forcën e ka Irani të jetë të mbikëndrohet për Sirikut, nuk e dim, normalisht se Irani është një kuti e mbyllur, që nuk e dim, por që kjo paqe, pra kjo armëpushim ju donte më shumë Amerikës dhe Iranit, ku në fakt nuk duhet harruar që edhe nga Japonia, nga Tajvani, nga Singapori, anjena kanë ardhur anjet amerikane, ka ardhur municion amerikan dhe ushtar amerikan. Pra kjo tregon, na që thash pak më parë Rosalba, që Amerikës i duhet kohë për të kaluar nga një vend në një vend tjetër, pra për të dërguar apo për të prodhuar apo për të bëhet të transportuar me logjistikën e vet, qoftë për Izraelin, por qoftë edhe për bombardimit e veta që bëri në Iran. Dhe kështu që se si do të jetë kjo do ta shohim, por është shumë e vështirë që të kemi një paqe të qëndrueshme në lindje mesme, sepse kemi dy situata të ndryshme, kemi dy shtete të ndryshme ku njëra ka strategji tjetër, pra Izraeli ka strategji tjetër dhe Amerika ka strategji tjetër, kurse ajo tjetra ana e luftuar, pra që kanë hap luftës i Iranit, Irani është për mbikëndresë, dhe këtu kemi strategji krejt të ndryshme dhe nuk duket domethënë me kërkesat e dy palëve, qoftë Amerikës por qoftë edhe të Iranit, janë aq të larta sa që është e pamundë që të pranindohet nga një anë kërkesa anës tjetër. Dhe kështu që duke futur edhe faktorin e Izraelit aty, e cila pra është kundër të dy javëve dhe kësaj marrëveshje, atëherë këtë bën në fakt jo një paqe të qëndrueshme, mund të jetë një kalimtare siç kishim luftën 2 javore të vjeshme, pra që kaluan 6-7 muaj, pastaj përsëri filloi, sepse është shumë e vështirë të kemi një paqe të qëndrueshme në këto kushte të paktën që jemi sot, sepse prononcime zyrtare të Amerikës janë krejt ndryshe, të Tel Avivit janë krejt ndryshe, të Teheranit janë krejt ndryshe, kurse fusha, pra gjendja e luftës atje flet edhe krejt ndryshe, kështu që mund të kemi, ose praktën ne shpresojmë që të kemi një paqe të paktën për disa muaj, por jo se do të kemi një paqe të qëndrueshme e cila pritet, domethënë, apo cila kërkohet pas çdo lufte që të kemi, por le shumë për të dëshiruar, por gjithsesi shpresa kanë ngelur dhe prononcimet e Trump.